të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Është detyrë fisnike e njeriut që në jetën e kësaj bote të i lexon dhe të i kupton drejt mësimet dhe udhëzimet e Zotit të Madhreshëm. Asgjë nuk është e rastishme, e paqëllimshme dhe e pa arsyeshme në fenë e Zotit të Madhreshëm në përgjithësi dhe në adhurimet që i ka përcaktuar Zoti për njeriu në veçanti. Secili adhurim në Islam ka për qëllim me fisnikëru zemrën e njeriut, me janë ngrit vedijen në raport me jetën, shoqërinë, dhe me forcu dhe me konsolidu që me rrugtu i sigurt dhe i qetë në jetën e kësaj bote. Të ndershëm vëllezër besimtar, në përmbyllje të temës që e kemi fillu që katër xhuma, e shfrytëzoj rastin sot t'i them një 2-3 fjalë që mendoj se janë të rëndësishme në lidhje me temën që e kemi diskutuar çsa kohë. E para të ndershëm vëllezër, e nderuar rini, në jetën e kësaj bote, detyra më e madhe është me u bindë dhe me bindë vetën se kjo botë ka një Zot, e ka një krijues. Dhe çaj krijues që ka kriju tokën, qetë, botën në përgjithësi, i ka lënë disa rregulla dhe ka përcaktuar një rrugë për të cilën do të më ardhë njeriu, do të më ecë njeriu në jetën e kësaj bote. Pra nuk ka detyrë më të madhe në këtë dunja se sa me njohë Zotin e Madhreshëm. Dhe Zoti i Madhreshëm njihet përmes fjalëve të tij dhe duke ja respektuar dhe duke ja zbatuar ligjet që ka caktuar në jetën e kësaj bote, sepse çdo rregull në këtë dunja që ka caktuar Zoti i Madhreshëm është në dobi të njeriu. Kur kush ose askush prej krijesave nuk ka aftësi me kriju fe. Mos bini prej e njerëzve të cilët s'kan haber se çka është feja dhe mendon se njeriu ka aftësi me kriju fe. Askush prej krijesave nuk e ka kompetencë, e as nuk ka aftësi, e as mundësi me kriju fe. Ai i cili ka përcaktuar fejen është Zoti i Madhreshëm, sepse ati ka taku me kriju gjithçka, edhe ai ka zgjedhur rrugën për të cilën duhet me kalu njeriu. E njeriu s'ka aftësi me kriju diçka të tillë. Pra çdo element tjetër së jete, çdo propagandë tjetër, çdo tentativë për të krijuar një rrugë tjetër përmes rrugës së Zotit, thjesht është rrugë e mashtrimit. Pra vëllezër të ndershëm, ku e kemi fjalën të tema kaluar, jemi të folur për haxhin, vlera dhe mesazhet e tij. Haxhi e përcjell një mesazh shumë të rëndësishëm për njerin. Dhe i tregon se në jetën e kësaj bote ka rrugë të ndryshme që mund t'i ndjek njeriu. Por është vetëm një rrugë e saktë, e cila përmes së cilës ndërtohet jeta e kësaj bote dhe njeriu e njeh Zotin e Madhreshëm dhe rrugton për të Zotin e Madhreshëm. Çdo rrugë tjetër që e sajon njeriu në këtë dunjë, duke u shmang të vërtetës, thjesht e ka ngarkuar veten me një barë të madhe, me një përgjegjësi të madhe që në ditë për ditëve i vjen koha dhe jep llogari para Zotit të Madhreshëm. Ne jemi musliman dhe i kemi besuar Allahut ashtu siç ka thënë Kurani. Dhe ne jemi musliman dhe kemi ndjek rrugën e Kuranit ashtu siç ne ka sqaruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi mësuar se prej shtyllave të kësaj feje, vëllezër të ndershëm, padyshim se është edhe haxhi, obligim vjetor, një rrugë ndershme që ndjek njeriu një herë në jetën vet, për t'i pa argumentet e Zotit Madhreshëm dhe për ta freskuar shpirtin dhe për ta rikonfirmuar edhe një herë besimin që ka në raport me Zotin e Madhreshëm. Po jetojmë në një kohë që shpesh dëgjojmë alternativa të ndryshme të cilat provojnë me zbej këtë adhurim. Vëllezër të ndershëm, është përcjell një hadith me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë: do të vjen koha që njerëzit do të vetë mashtrohen, do të gjejnë rrugë për ta justifikuar veten,
por që në realitet s'ju vlene dëshmi, por thjesht provojnë me arshitu veprat e tyre. Sa që thot ka me arë një moment, një kohë, që njerëzit kanë me provu me i prejke dhe shtyllat që i ka vendosur Zoti i Madhërisht. Njeriu ka me shku aq larg, sa që ka me provu me i prek, me i lëkund edhe shtyllat që i ka vendosur Zoti i Madhërisht të fesë. Për shembull, Islami ka 5 shtylla. E para fillon me dëshminë se nuk ka Zot tjetër. Dhe s'ka nevojë argumente shumë për këtë çështje, sepse me të vërtetë s'ka Zot tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Sikur ti shikon më shumë se një Zot, kjo botë kish përfundu. Por Zoti është një dhe s'ka dyshim. Kjo është shtylla e parë. Shtylla e dytë është namazi, agjërimi, haxhi, e kështu me radhë dhe zakati. Dhe çka kanë me provu njerëz me bë, thotë pejgamberi sa. Ka marrë koha që njerëzit kanë me provu me rrëzu shtyllë pas shtylle. Por shembull, janë i besimtar në këtë kohë, thotë çure, unë mendoj që haxhi s'është i rëndësishëm. Tjetri vjen thotë, unë mendoj se namazi s'është i rëndësishëm. Tjetri vjen thotë, unë mendoj se jam musliman ama agjërimin s'është i rëndësishëm. Ky mendon se ka të drejtë me rithemelu edhe një herë fen të cilën e ka themelu Allahu xhallahu ala. Ky nuk e din se në këtë dunja ka disa kompetenca që janë dorë Zotit Madhërisht. Dhe janë disa liri që i ka dhënë Zoti për me vu në përgjithësi njeriu. Dhe çka bën ky njeri? Tha fillon dhe i prish shtyllë pas shtylle të fesë vet. Dhe provon me jetu me atë ëndrrën se unë jam musliman, po asnjë cilësi të muslimanit se ka. Dhe sot, shoqëritë islame, që kemi këtë problem, e kemi probleme me vetveten tonë, sepse në mesin tonë ka musliman që veç emri ka musliman. Asnjë lidhje me islamin se ka. Fare. Është në mesin tonë, e bartë emrin musliman, në realitet, kur del në peshore të islamit, asë një gram të islamit se ka. E jena një flet për gjithë shka në këtë dunja, përzijet e në fejtë Allahut Azza wa Jall, e kështë më radhë. Vëllezërit e ndershëm, këtë dunja nuk ka zgjidhje tjetër. Përveç kësaj, këtë dunja, o kemi ju nënshtru Zotit, edhe me ecë rrugës që ka caktuar Zoti, o kemi refuzu në nështrimin e përgjësinë e ban vetë. Por s'munësh me i përzi të dyja. S'munësh të vërtetë me bëtë pa vërtetë. Munësh me fundos fatin tanë, tjetës tane, por s'munësh me prejk asgjë në librin Allahut xhallahu ala. E jo që është me zgjedh, sepse Allahu ka lënë të lirë, për të dhënë, për të marrë në përgjësinë llogarinë e se ku shkon te Zoti i Madhërisht. E dini sa njeri ka shkuar në botën e përjetshme, edhe ka tret, e ka gjetë kartën e jetës, sepse ka menduar që këtë dunja po muj kam i prekë kufit e Zotit Madhërisht. Kushon njeriu që ka mundësi me prek, kushoj njeriu që ka mundësi me prek kufit e Zotit Madhërisht. Kush pas ka të drejtë me vendos një fe tjetër këtë dunja, përveç atij që ka kriju tokën dhe qejtë, Allahu xhallahu ala. Kush do që provon, thjesht distancohet për të vërtetës dhe hyn me një kapitull që pasohet janë të mëdhaja. Pra vëllezër të ndershëm, haxhi, shtyllat e islamit janë shumë të rëndësishme. Lumej besimtarit i cili i përmbahet jetën kësaj bote, e ndërton jetën bazuar mbi ato shtylla, dhe kur vjen momenti me dal prej kësaj bote, dorëzon emanetin me faqe të bardhë dhe shpreson me shkutën e Zotit Madhërisht dhe me fitu të përjetshëm. Kjo është e para. Dhe e dyta, vëllezër, në këtë dunja, dhe këtu kam qef me ndëgju ju të rit, në këtë dunja ka disa gjana, disa çështje që kur s'janë dorë tone, i ka shkru dikush para se me artin këtë dunja. Dhe ka disa detyra që Zoti i Madhërisht ti ka besu ty si i ri, si njeri, ti ka lënë ty në dorë. Që një shembull thjesht për çka po du me fol vëllezër. Me adhuru Zotin e Madhërisht është detyrë jotja. Allahu të ka urdhënu që ti këtë detyrë me realizu. Me adhuru Zotin dhe mju përmbajt ligjeve të Zotit. Kjo është detyra jotja. Do detyra tjera që ti angazhohesh për to, por që s'janë tuat,
Ka thonë Zoti i Madhërisht me një hadith kutsi. Fjalët janë pe pejgamberin, ndërsa kuptimi është pe Allahu xhallahu ala. Kështu është, e ka kuptimin hadithi kutsi. Allahu xhallahu ala po thon këtë hadith, pi thot njerit, ja ibadi, o robi jam, khalaqtuka lil ibada fala tal'ab. Të kam kriju për një mision, mos luaj me mision. Të kam kriju që ti më madhuru mu, mos luaj me këtë kartë. Sepse nëse luaj me këtë kartë, e fundos fatin e jetës tonë në këtë botë, në botën tjetër. Dhe thot, ta kam caktuar riskin fela tat'ab. Ti mos hin botën e dyshimit se çka ka më ndodhur për nesër. Sepse nesër nga nuk ndodh ndryshe veç ashtu që ka thënë Allahu xhallahu ala. Pra ti mos e ngarko veten shumë me risk kësaj bote. Sepse suni lëviz kurkush caktimit Allahu xhallahu ala. Detyra jote me njoft Allahun. Detyra jonë sabah është më çu me fal namazin. E çka ndodh deri në mramje nuk ka njeri krijes prej tokës deri shtatin qiell që ka mundësi më përzin caktimin Allahu xhallahu ala. S'ka. Kështu që mos u lodh për këtë punë ti. Ki e kriju me adhuru Allahun adhuroj. E pastaj për punë tua tjetës i ka marrë përsi për dikush tjetër. E dini vëllezër që më paskon riski ndorë njerëz kish më jetu në sot. E dini këtë punë. Që me paskon Allahu riskin ndorë njerëzve, e di që këshmi bona? Që sa vjetë këtë dunja? Gjithë shka këshmi bona. Gjithë shka. Por nuk është ndorë njerit. Edhe Allahu po thotë, kam kriju për më madhuru, mos luj me këtë kartë, sepse e fundos fatë e jetës tonë. Mas ka kusht kanë, as në dunjat as në ahiret. Dhe dyta, mos u lodh shumë. Mos u dëshpëro. Bënja izmetin punë, por mos mendo se e ki talë më ndorë. Ai risk që u shkru ka më të ardhë. Pse t'ja e din mas 10 vjetë ku je? E din ti mas një jave, ose mas, ku me disave, në qëtë kohë ku jeti, e ku jam unë? Ai që e din është Allahu xhallahu ala. Edhe thot për nga me sa më këtë hadith, që sa mirë, thot, ai që knaqët, të e besu Zotin e Madhërisht. Thot, kom jetu i ndershëm i qetë, dhe kom e kanë i respektuar të Zotin e Madhërisht. Kursa i cili nuk i bindet Zotit. Nuk është i kënaqur me caktimin e Zotit. Tha pejgamberi po thotë Allahu, kam janë ngarku dynjan në shpinë. E ky sul merr më shumë se sa që kam caktuar, por fundoset keq në rrugën e dynjas. I thu njerëzve, pse se adhuron Zotin ti? Thotë s'kan vakt. Nuk i vakt, nuk i kohë. Në këtë dunja miron sejtë dhe ati që të ka kriju. Nuk i konë këtë dunja me i shku rrugës të ati që të ka prunë këtë dunja. E nëse s'ki kohë për Zotin, ku e ka venë Zotit e ti? Ku? Ku e pas ka vlerën Rabbul Alemin? Kur krejtët mira që ki për Zotit, e ti s'pas e kohë mirë në shu Zotit, Allahu tha do t'i ndëshkoj me qka? Do t'ja vgjuj me një farforme dunja në shpinë, edhe ata zhumin në racën e majnë, edhe dalin për se bote të në qmu. Keni pasë njerëz këtë dunja, vëllezër? Keni pasë qëfar halli ka njerëz? A i mund me dalë për esoj krize shumë shpejt, veç me një ku, veç me një mënyrë. O, kërsit në dertë Zotit Madhërisht me ki letë. Shumë letë e ki. Në nështrojë Rabbul Aleminit, ki me kuptu pastaj sa ki një dije, çka të vinë pasuria, pse e këtë dunja, nëse e njeh Zotin tanë ki me njoft, krejt gjana që ki përrejti. A nëse Zotin tanë se njeh, ki me hi me një far rrugë spirale që silë që rrethëm rreth, edhe del prej kësaj bote i zhgënjur, duke mos shpresu fare ma, sepse se ki një bote që të predhe shpërblesh të Zotin Madhërisht. Pra në këtë dunja vëllezër të ndershëm kanë le dominu jetën ato që kanë besim. Kurse komi dominu jeta, komi poshtërsu jeta të cilët largohen për rrugës Allahut Azza wa Jall.
E këto ligje që ka caktuar Zoti i Madhërisht për neve në emanet. Mos pranon jetën se botë emanetin në rrugës. Sepse s'ke ku me shku për te se në përgjësi para Allahut xhallahu ala, e një ditë kom në arë momenti që Allah do të më pyet, ku është emaneti jem që kam në ambisu për juve? Ku e ke emanetin? Kam thonë se rësin e kitë garantune, pse e ke ndru misionin me diçka tjetër? S'po thamë me këto fjallë që du të me nejnë shpi. E di pse vëllezër? Se shpesh bëhet kjo temë diskutabile. Zoti e kam shef riskin për me kursy njerën. Po ta kish tregu riskin deri në fund, po ta kishe kuptu ti trajektorën e jetës për fillimit deri në fund, s'kish pa të kuptim kjo jetë. Sepse të vinë momente që lëndohesh. Ç'i pritet të momente? Qysh? Në kodët të riskit është edhe jeta. Në kodët të riskit janë sprovat e jetës. Sigur ta kishmi di trajektorën e jetës qartë, për fillimit deri në fund, çfarë kuptimi kish bërë jeta? Kur kishmi prit momente që s'ta pëlqejnë. Çfarë një shembull thjesht? Na te mjeku kur po shkojmë vëllezër, por ne smundje kronike, kemi frikë për na thot mos o Zot keni smundje të rëndë. Kemi frikë për na thot kështu. Po me kuptu jetën fund e krye çka kishmi bona. Po me kuptu se kemi rrugtu me dikan 10 vjet, dhe në ditë kemi do vdekja, çka kishmi bona. Pra njeriu këtë dunjë dhe me pas ambicie. E sa e realizon atë ambicie, e din veç ai që ka shkru Allahu xhallahu ala. Veç një herë ka shku lapsi këtë dunjë. Kur ma nuk ndërhyn askush ka dhënë Allahu xhallahu ala. Kur? E dini që i pari që shkru lapsi? Dhe Allahu thot shkruaj. Tha shka më shua Zot? Shkruje jetën në përgjësi të ketë kozmosit dhe ketë krijesa dhe çatyre që nuk i njohmi në thellësi të detit që ti sa djenin. Allahu thot shkruje kur kanë me lindë kur me vdek ata. Çka kanë me anë, çka kanë me pi. Wa juffatil qalam. Dhe pastaj shterët ngjyra dhe Allahu thot s'ka më që ndërhyjnë kur kusht. Kodi e lemër ka marrë fund kjo punë. E kur shko ky njeri që po lujka me dispozita Zotit? Kur shko ka njeri që pas ka mundësi me ndërhyn kaderin Allahu xhallahu ala? Pra jone është me njoftë Allahu subhanahu wa taala, me kriju obligime që ka caktuar Zoti, e për gjëra të tjera ka marrë përsi për krijuesi. Këtu po përfundoj për shkak edhe të kohës. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.